Investim strategjik apo frikë nga humbja? Partitë duket se po investojnë në mënyrë të jashtëzakonshme për të siguruar fitoren, dhe kjo mund të ketë ndikuar në shpenzimet që po bëhen për organizimin e aktiviteteve, reklamimin dhe mobilizimin e elektoratit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë publike raportet financiare për periudhat 3 mujore janar-mars dhe tetor-dhjetor të vitit 2025 të subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës. Hajde po ndalemi dhe po i analizojmë këto shpenzime. Në periudhën janar-mars 2025, lëvizja vetëvendosje ka shpenzuar 1.734.000 euro, duke bërë këtë subjektin politik me shpenzimet më të larta, ndërsa në periudhën tetor-dhjetor ka pasur rreth 1.263.000 euro të shpenzuara. Por nëse këtë shifër e krahasojmë me partitë e tjera, është dukshme më e lartë dhe ngjall pyetjen: a janë këto shpenzime të justifikuara për të siguruar fitoren, apo janë një pasojë e frikës nga mundësia e humbjes në zgjedhje? E dyta radhitët Partia Demokratike e Kosovës, ku në 3 mujorin e parë ka shpenzuar 360.000 euro, kurse në 3 mujorin e fundit kanë shpenzuar rreth 280.000 euro. Lidhja Demokratike, e cila rënditet e treta, në 3 mujorin e parë ka raportuar shpenzime në një vlerë më të ulët, prej 155.000 euro, kurse në 3 mujorin tetor-dhjetor shpenzimet e tyre janë rritur në afro 225.000 euro, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 3 mujorin janar-mars ka shpenzuar vetëm 67.000 euro, kurse në 3 mujorin tetor-dhjetor kanë shpenzuar 3.000 euro më shumë, pra 70.000 euro. Çfarë mendoni ju? A janë këto shpenzime të nevojshme për të siguruar një fushat të suksesshme, apo vetëm një pasojë e pasigurisë që shoqëron këto periudha zgjedhore?